thënie nga Sigmund Freud, konsiderohet themelues I psikoanalizës. Citojmë disa thënie të tij. Dhimbjet, ashtu si që zmadhohen kur jepet rëndësi, po ashtu edhe zbehen kur vëmendja largohet prej tyre. Dashuria është hapi pararendës I psikozës. Në pamundësi për t'i parë gjërat qartë, të paktën le të shohim qartë errësirën. Koha është e na që peshon më shumë kur është bosh. Të gjithë njerëzit e mëdhenj ruajnë në vetvete diçka fëmirore. Për t'u edukuar nuk mjafton arsimi. Humori është mekanizmi më I mirë I mbrojtjes. Ëndra është rekja përmbushjes së një dëshire. Para se t'ia nxjeshësh vetës diagnozën e depresionit apo të vetvlerësimit të paktë, shiko se mos je rrethuar nga idiotë. Shkenca nuk është iluzion. Iluzion do të ishte po të besonim se mund të arrijmë nga burimet të tjera atë çfarë ajo s'mund të na japë. Suksesi nuk ecën paralelisht me meritën. Amerika nuk e ka marrë emrin nga Kristofor Kolombi. Nuk vdesim sepse sëmuremi, por sëmuremi sepse tek e fundit duhet të vdesim. Kush ka sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar, mund të bindet se askush nuk mund të mbajë një sekret. Nëse goja hesht, flasin gishtat. E vërteta del nga të gjitha poret e tij. Me shaka mund të thuhet çdo gjë edhe e vërteta. Çmimi I progresit paguhet me pakësimin e lumturisë që rrjedh nga intensifikimi I ndjenjes së fajit. Dëliri paranjak është një karikaturë e sistemit filozofik. Paragjykimet nganjëherë rezultojnë mjaft të frytshme. Nëse brenda një viti nuk e ndryshuar, prek pulsin se mund të kesh vdekur. Kur nuk jemi aq të pambrojtur ndaj vuajtjes sa kur dashurojmë, dhe kur aq të pafuqishëm e të palumtur sa kur humbasim njeriun që duam ose dashurinë e tij. Nëse dikush arrin atë pikë, ku pranon dogmatikisht të gjitha ato absurditete që doktrinat fetare I përcjellin, e madje të shpërfillë edhe kontradiktet të ndërsjellja, mangësia e tij intelektuale nuk duhet ta na habis edhe aq.